Dolce, ndoshta kur nuk ta kam thënë sakt sa duhet, ndoshta gjithmonë e kam mbajtur brenda, por e vërteta është se ti ke qenë një fiksim imi prej shumë kohësh. Jo një fiksim i zakonshëm, jo diçka kalimtare, por një ndjenjë e qetë, e thellë, që ka qëndruar me mua edhe kur koha ka kaluar, edhe kur rrugët janë larguar pak nga njëra tjetra. Më pëlqen shumë si femër. Më pëlqen mënyra si qëndron, si flet, si mendon. Më pëlqen forca jote, por edhe butësia që e fshe brenda. Ka diçka tek ti që nuk bërtet, por ndjehet. Një prani që nuk kërkon vëmendje, por e merr natyrshëm. Dhe kjo, për mua, ka qenë gjithmonë magjepse, të kam parë gjithmonë si dikë të veçantë. Jo vetëm për pamjen, edhe pse je e bukur në mënyrën tënde, por për shpirtin që reflektohet në sytë e tu. Ka një qetësi tek ti që të bën të ndalesh, të mendosh, të marrësh frymë më ngadalë. Sikur bota për një çast të mos nxitoj më kujtohet si dje kur thoshe ik, moti, dhe Dolce të përgjigjej me atë tonin e tij të vërtet, të sinqert. Ai thoshte se ti je vërtet Dolce. Dhe kishte të drejtë. Sepse ti je ëmbël pa u përpjekur, e vërtet pa maska, e mirë pa pasur nevojë ta tregosh. Edhe kur hesh, flet. Edhe kur largohesh, mbetesh. Unë ndoshta nuk kam qenë gjithmonë i Zotit i shpreh gjërat si duhet, por dua ta dish se gjithmonë të kam respektuar. Të kam parë si dikë që nuk preket lehtë, që nuk merret me fjalë boshe. Prandaj edhe ndjenja ime për ty ka qenë gjithmonë e pastër, e qetë, pa presion, pa kërkesa. Thjesht ndjenjën, Dolce thotë se edhe unë jam shumë i mirë. Nuk e di nëse e meriton kjo fjalë, por e di që kur bëhet fjalë për ty, gjithmonë kam dashur të jem korrekt, i drejtë, i sinqert. Sepse ti meriton më të mirën, jo premtime të zbrasta, jo fjalë për momentin, por ndjenjat që qëndrojnë. Ndoshta jeta nuk na ka vendosur gjithmonë në të njëjtin hap. Ndoshta koha ka pasur planet e veta. Por disa ndjenja nuk varen nga koha. Ato thjesht rrinë, presin, piqen në heshtje. Dhe kjo është ajo që kam ndier unë për ty. Kur mendoj për ty, nuk mendoj për gjëra të mëdha apo të pamundura. Mendoj për biseda të qeta, për të qeshura pa arsye, për shikime që kuptohen pa fjalë. Mendoj për një afërsi që nuk lodh, por qetëson. Për një prani që nuk rëndon, por plotëson. Ti je një femër që të bën të reflektosh. Të bën të duash të jesh më i mirë, jo për të treguar veten, por sepse pranë teje kupton vlerën e gjërave të thjeshta. Dhe kjo është e rrallë sot, nuk po ta shkruaj këtë për të vënë në pozitë, as për të kërkuar diçka. Po ta shkruaj sepse ndonjëherë ndjenjat meritojnë të dalin nga heshtja. Meritojnë të shkruhen, edhe nëse mbeten thjesht fjalë në një letër. Apo mendime në një moment të sinqert, nëse ndonjëherë ke ndier qoftë edhe një grim të asaj që kam ndier unë, atëherë ky shkrim e ka kuptimin e vet, nëse jo, prap është në rregull. Sepse ndjenjat e vërteta nuk kërkojnë kthim, vetëm respekt. Dolce, ti je dhe do të mbetesh një kujtim i bukur, një mendim i ngrohtë, një fiksim i heshtur që nuk më ka rënduar kurrë, por më ka bërë të ndjehem mirë. Dhe në fund, dua vetëm të them këtë, edhe nëse rrugët nuk bashkohen, disa njerëz mbeten gjithmonë në zemër, jo si pengesë, por si vlerë. Ishte shumë vonë atë natë në shtëpinë e Big Brother Kosova. Ora kishte kaluar mesnatën dhe shtëpia, zakonisht e mbushur me zëra, debate dhe lëvizje të pandërprera, ishte zhytur në një qetësi të çuditshme. Një qetësi që nuk ishte paqe, por pritje. Pritje për diçka që duhej të thuaj, por që ende nuk kishte gjetur momentin e duhur. Alba dhe Limi ishin përballë njëri tjetrit në tavolinën e darkës. Pjatat ishin pothuajse të paprekura. Ushqimi kishte humbur rëndësinë, mendimet kishin marrë gjithë hapësirën. Dritat reflektonin lehtë mbi fytyrat e tyre, duke zbuluar lodhjen, tensionin dhe një lloj distance që nuk ishte fizike, por emocionale. Limi e shikonte Albën me një vështrim që nuk ishte as sulmues, as mbrojtës. Ishte një vështrim i sinqert, ndoshta edhe i pasigurt. Ai kishte menduar gjatë para se të fliste. Në një lojë si Big Brother, çdo fjalë peshon dy fish, një herë për personin përballë dhe një herë për publikun jashtë. Pas disa sekondash heshtjeje, që dukeshin si minuta të tëra, Limi e theu qetësinë, mos ke ndaj gjë për mua. Diçka që do me usqaru? Apo ndaj gjë tjetër? Zëri i tij ishte i ulët, pa ironi, pa provokim. Ishte një pyetje e thjeshtë, por me shumë peshë brenda. Një pyetje që vinte pas ditësh të tëra tensionit të pashprehur, pas shikimeve që shmangeshin dhe fjalëve që mbeteshin në gjysmë. Alba e ngriti shikimin ngadalë. Nuk foli menjëherë.
dukej sikur po peshonte çdo përgjigje të mundshme, sikur po luftonte mes dëshirës për të folur dhe nevojës për të mbrojtur. Në sytë e saj kishte diçka më shumë se lodhje, kishte përmbajtje. Jo, tha më në fund. Nuk është momenti. 2 fjalë. Vetëm 2. Por ato ranë rënd në ajër, nuk ishte një jo i ftohtë, as një refuzim përfundimtar. Ishte një jo i mbushur me kuptim. Një jo që thoshte, ka gjëra, por jo sonte. Një jo që nuk mbyllte derën, por e linte gjysmë të hapur. Limi nuk insistoi. Nuk e shtyu bisedën më tej. Ai vetëm uli kokën lehtë, sikur ta kishte pritur këtë përgjigje. Ndoshta sepse edhe ai e ndjente që nuk ishte koha e duhur. Jo në atë orë, jo pas asaj dite, jo në ato emocione të grumbulluara. Në shtëpinë e Big Brother, momentet e tilla janë më të fortat. Jo shpërthimet, jo debatet me zë të lartë, por këto heshtje. Këto ndalesa. Këto fjali të shkurtra që mbajnë brenda histori të tëra. Alba qëndroi edhe pak në tavolinë, pastaj u ngrit ngadalë. Lëvizjet e saj ishin të qeta, por mendja e saj ishte e trazuar. Ajo e dinte që kjo bisedë nuk kishte mbaruar. Ishte vetëm shtyrë. Ishte ruajtur për një moment tjetër, për një kohë kur fjalët do të mund të dilnin pa u thyer, sepse disa sqarime nuk bëhen në mes të lodhjes. Disa të vërteta nuk thuhen kur zemra është ende e nxehtë. Disa biseda kërkojnë kohë, qetësi dhe guxim, dhe ajo kohë do të vinte, jo sonte. Por do të vinte, një bisedë e gjallë. Rreth 20 minuta. Me fjalë të menduara. Me shpjegime. Me ndjenja të zhveshura nga loja, nga kamera, nga frika e gjykimit. Një bisedë që nuk do të ishte thjesht për Albën dhe Limin, por edhe për publikun që pret sinqeritet në një lojë ku gjithçka shihet, sepse në Big Brother Kosova, jo gjithmonë fiton ai që flet më fort. Ndonjëherë fiton ai që di kur të hesht dhe kur të flas në momentin e duhur.